Ashtu si në të gjithë vendin, edhe në Shkodër besimtarët musliman kanë festuar festën e Kurban Bajramit. Në fjalën e tij para faljes së namazit të Kurban Bajramit, zëvendës muftiu i Shkodrës Arben Halluni u ndal për të folur për fenomenin e largimit të shqiptarëve. Ai tha se e polon prindërit të gjallë dhe i gjejnë të vdekur. Thirrja jone e vazhdueshme është të mos e braktisin vendin dhe të mos largohen pa u përpjekur këtu, u shpreh Halluni. Përbit e kësaj toke që po largohen gjithnjë më shumë, duke lënë pas familjet, rënjët dhe të armën, kryesisht prindërit që i lënë të gjallë dhe i gjejnë fatkeqësisht në mërmerë. Thirrja jonë e vazhdueshme është që mos braktisni vendin tuaj, mos ikni pa u përpjekur këtu. Allahu Gjeleshanu e ka lidhur riskun me përpjekjen, jo me vendodhjen. Allahu Gjeleshanu thot në Kuranin famlar, dhe ai është që ju bëri trashëgimtar në tokë dhe lartësoi disa për jush mbi të tjerët në shkallë të ndryshme. Ikja nuk është zgjidhje dhe nuk mund të presim që të tjerët të na ndërtojnë kombin, sepse ne jemi përgjegjës, ashtu siç janë edhe ata që na drejtojnë, shtoi Halluni. Nuk mund të ikim pa provuar gjithçka këtu, pa kërkuar riskun në vendin tonë, pa luftuar për të ardhmen këtu ku na ka lindur nana. Ikja nuk është zgjidhje vëllezër dhe motra, pa u përpjekur me dignitet në vendlinjën tonë. Sikur të ishit mbështetur të Allahu, ashtu siç duhet, do t'ju furnizonte ashtu siç furnizon zojsht. Në mëngjesin dalin me barkun bosh dhe në mbrëmje kthehen të ngopur, thuhet në një tjetër hadith të Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Falja e namazit të Kurban Bajramit u organizua në sheshin pranë xhamisë Ebu Bekër në